Tregu i gështenjave në Pogradec po kalon një situatë të pazakontë këtë vit. Në fshatin Gështenjas, i njohur për prodhimin e bollshëm, gështenjat thuajse mungojnë. Banorët thonë se shkak është bërthatësira e gjatë, por edhe mungesa e kujdesit ndaj pyllit të gështenjave. Nëse vitet e kaluara, banorët ankoheshin për çmimin e ulët, këtë sezon ata nuk kanë asgjë për të shitur, ndërsa shumë familje që prej vitesh mbështeteshin ekonomikisht te ky produkt, po vërballen me vështirësi. Kryeplaku i fshatit Seladin Çapo thotë se përveç kushteve atmosferike, edhe mungesa e pastrimit të zonës ka ndikuar në rënjen e prodhimit. Janë shumë fshatarë që merren me këto punë, mirë po s'ka prodhim. Se shumë familje rojnë me këta. I ndihmon shumë ekonomikisht. Këto duhet të rralluar, duhet pastrim. Është e mira që këto t'i kthejnë fshatit, sepse mirëmbahen, pastrohen. Fshati Gështenjas se ka marrë emrin pikërisht nga ky frut, dikur simbol i zonës për cilësinë dhe shijen e veçantë. Por sot, kjo traditë po rrezikohet nga mungesa e kujdesit dhe prerjet e paligjshme.